Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë e Zhvillimit Rural dhe Banka Evropiane për Ndërtim e Zhvillim kanë organizuar konferencë me temën Standardet e sigurisë e cilësisë së ushqimeve dhe bujqësisë organike. Konferenca ishte përbërë në 2 pika, ku fillimisht u dëgjuan referimet e organizatorëve të konferencës me nënvizim të rëndësisë së certifikimit të prodhimeve sipas standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian. Një prej elementeve tepër të rëndësishme për një produkt që ta gjejë tregun, qoftë në Kosovë apo edhe jashtë vendit, padyshim është cilësia e produktit, por edhe siguria e tij. Në këtë frymë, kjo konferencë besojmë shumë e rëndësishme si një organizim që trajton këtë çështje dhe për këtë falenderoj të gjithë juve për gatishmërinë për të bashkëbiseduar sot gjatë kësaj dite për këtë temë. Dua të them shumë fillim që kjo nuk është nisma ynë e vetme dhe nuk do të jetë nisma e vetme në periudhën e ardhshme që ndërlidhet me çështjen e sigurisë dhe të standardeve të produkteve ushqimore dhe agrobujqësore. Në asnjë mënyrë nuk duhet ta nënkuptojmë këtë trajtim të kësaj çështje si diçka që thotë se në Kosovë nuk kemi produkte cilësore apo të sigurta. Në fakt, unë personalisht kam besim të madh tek produktet tona vendore dhe jam një konsumues i rregullt i këtyre produkteve padyshim. Por gjithsesi mendoj se është evidente dhe ka nevojë që të bëjmë një thirrje, një vëdësim dhe një diskutim gjithëpërfshirës për sa i përket rritjes së cilësisë dhe të sigurisë së prodhimeve tona. Padyshim kjo do të ndikojë që të rritet besimi tek konsumatori ynë në radhë të parë, por po ashtu edhe tek konsumatori i huaj, veçanërisht konsumatori evropian, për çka tashmë kemi një orientim strategjik veçanërisht pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, e cila ka hapur një kapitull tepër të rëndësishëm, jo vetëm në kuptimin politik për Kosovën si marrëveshje kontraktuale, por si një mundësi për eksportimin e prodhimeve të vendit tonë. Së të ndemi të mira që ofron kjo marrëveshje, nuk mund të arrijmë si të plota nëse nuk arrijmë që edhe ne të kemi nivelet evropiane të sigurisë ushqimore dhe mbi gjitha certifikimet dhe standardet ndërkombëtare që kërkohen për këtë. Për qeverinë e Kosovës, padyshim për Ministrinë e Bujqësisë, për Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë, siguria ushqimore është një angazhim me prioritet dhe institucione të ndryshme në forma të ndryshme kontribuojnë në rritjen e kësaj sigurie. Një prej nismave të fundit të ministrisë që unë e drejtoj është certifikimi i 523 fermave të mjedrës me standardin Global Gap, një projekt që ne po realizojmë në bashkëpunim me projektin Agro të USAID-it, për çka edhe jam jashtëzakonisht mirënjohës për bashkëpunimin në këtë drejtim. Ky është një prej certifikimeve më masive, do thoja, që do t'i bëjmë në këtë periudhë, anëpse në vazhdimsi dhe në baza individuale, agrobizneset dhe firmat e ndryshme në Kosovë kanë bërë certifikimet e nevojshme. Dua të theksoj këtu se bashkëpunimi me partnerët tonë ndërkombëtar ka qenë dhe veçanërisht në këtë fazë do të jetë i rëndësishëm për të arritur një vëdësim më të lartë, por dhe një gjithëpërfshirje më të madhe për sa i përket standardeve dhe kam kënaqësinë që bashkë me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ne tashmë kemi dakorduar disa hapa duke filluar nga kjo konferencë për të ndihmuar në rritjen e numrit të fermave, por edhe të agrobizneseve, të sektorit përpunues për të certifikuar me standarde ndërkombëtare. Por kjo nuk është përkraja jonë vetme, në një formë ose tjetër. Në vazhdimsi, në fakt, siç e dini, ne në programet tona mbështetëse, veçanërisht tek programi për zhvillim rural, kemi stimuluar certifikimin me standarde ndërkombëtare, sidomos tek sektori përpunues, duke dhënë pikë shtesë edhe tek kriteret e vlerësimit për grande, sidomos për certifikimin me standardet e HACCP-it dhe ISO 22000, për të gjithë ata që kanë planifikuar që në përfundim të projektit të tyre të certifikuar me këto standarde të sigurisë ushqimore.
Du të them që ne do të jemi mbështetës edhe në forma të tjera, kudo që kërkohet, dhe besoj jo vetëm ne, por të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, të cilat e kanë në fokusin e tyre çështjen e cilësisë dhe sigurisë ushqimore. Rëndësishme është që të kuptuar se certifikimi është tepër i rëndësishëm dhe nuk duhet të shihet si një barë financiare në këtë rast për fermat apo për bizneset, por mbi gjitha duhet shihet si një avancim i tyre. Fundja, certifikimi siguron një treg më të madh për secilin prej jush, një konkurrencë tuaja më të madhe në tregjet e huaja për dhe ato vendor, dhe shumë elemente të tjera që ndërlidhen me menaxhimin efikas dhe modern të punës qoftë në fermë, qoftë në agrobizneset tuaja. Qëllimi ynë sot është që t'ju bëjmë të vetëdijshëm që bujqësia organike evropiane dhe kualiteti i ushqimit i sertifikuar me standarde, që t'ju japim informata lidhur me Bershin, me asistencën e Bershit, që është e mundshme për të implementuar këto standarde dhe për të fituar edhe certifikimet. Bujqësia luan një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës, është një kontributor jashtëzakonisht i shkëlqyer i ekonomisë, duke numëruar 14% të GDP-s. Po ashtu, është punësues më i madh i privat, duke numëruar 18 deri 20% të punësimit total. Duke konsideruar edhe ekonominë e zhvillimit dhe duke u bazuar në bujqësinë e Kosovës, po ashtu ka një dimenzion social. Për afërsisht 60% të shtetit Kosovës, 60% të njerëzve jetojnë një jetë të varfër, sidomos në vendet rurale, dhe kështu ata varen direkt apo indirekt nga bujqësia, nga sektori bujqësisë për të mbijetuar. Por, përveç rritjes në këtë sektor, në vitet e fundit, Kosova mbetet importuesi më i madh i ushqimit per person në Evropë. Produktet bujqësore, duke numëruar, janë 10% të gjitha të importuara. Është kënaqësia ime të jem sot këtu. Do të folim pra për sigurinë e ushqimit dhe standardet e ushqimit. Kur shkojmë në dyqani dhe blejmë diçka për familje, dhe ne bëjmë vendimin çfarë duhet të blejmë. A do të blejmë produkte nga dyqani? Dhe pastaj familjarët do të ankohen për atë çka kemi ble. Qëllimi është që të ndrohet mendja njerëzve, të ndrohet mendja edhe konsumatorëve, edhe sidomos edhe produkteve të ushqimit po ashtu. Ne kemi këtë detyrë që të ndryshojmë mendimet e konsumatorëve në Kosovë, por më së rëndësishmi është të ta ndrojmë mendjen e konsumatorëve në tregun, në Azi, në lindjen e largët, të kthehemi në produktivitetin në Kosovë, çfarë mund të bëhet? Duhet jemi realist. Në vitet e fundit është bërë shumë punë. Ku kemi kthyer ekonominë në mirëmbajtje vetanake dhe në sistem të produktivitetit. Këtë shohim edhe këtu. Këtu shohim punën e shkëlqyer nga ministria, nga donatorët, të cilët procesojnë më shumë ushqim me vlera të ndryshme dhe të ndryshme. Në pjesën e dytë të konferencës, pjesëmarrësit patën rastin të dëgjojnë mësime nga specialistë të fushave të ndryshme të sigurisë dhe ushqimeve
dhe bujqësisë organike. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në kuadër të departamentit saj Këshilla për Biznise, i cili financohet prej donatorëve të ndryshëm, ofron mbështetje në 50% të kostos së mbulimit, të implementimit dhe certifikimit me standarde përkatëse. Ne çka bojmë është i ofrojmë kompanive të ndryshme të cilat janë të kompanitë të agrobiznesit, ju ofrojmë zbulimin e kësaj koste e cila për ta është ose ky standard i mundson eksportin apo edhe bindjen e blerësit për të marrë shërbimet e Sa kompani të agrobiznesit në Kosovë, qoftë prodhuesi, qoftë përpunuesi, qoftë fushave të ndryshme kanë kuptuar rëndësinë e sigurisë së ushqimit. Keni parametra? Ne deri me tani i kemi mbulu diku 80 kompani të agrobiznesit, përpunues të ndryshëm të ushqimit, deri me tani në fusha të ndryshme të sigurisë ushqimore, duke filluar nga hasapi, 22 mishi, certifikata halal dhe certifikimin e produkteve si organike. A mund të shfrytëzojmë edhe këtë bisedë tash, diçka që nuk kemi fol, ju keni pasur një ekspoze aty bukur të larmishëm, bukur të dënës. Po. A mund të diçka për ata që s'kan dëgjuar këtu? Ata që s'kan dëgjuar, sot e bëm prezantimin në ky organizim është bërë bashku me Ministrinë e Bujqësisë në organizim shumë të ngushtë, për shkak se shumica kanë funde jashtëzakonisht të mëdha me të cilat i ndihmojnë përpunues të ushqimit dhe përpunues edhe të pemëve dhe të përimeve. Dhe ideja ka ardhur vetë nga ministri për ta realizuar këtë workshop. Workshopi qëllimin e ka do të jenë 2 ekspertë të cilët do të flasin jo vetëm për rëndësinë, po edhe cilat janë kushtet të cilat duhet plotësohen para se të fillohet me implementimin e këtyre standardeve përkatëse. Për shembull, në rastin në certifikimit organik, janë sër parametra që duhet mirën, duke filluar edhe nga pesticidet, analiza tokës, analiza ujit, para se të fillohet edhe të certifikohet me certifikim organik. Në rastet e hasapit apo ISO 22 mishit, kompanitë përpunuese të ushqimit duhet bëjnë nisër investimesh në punishtet e tyre për t'i plotësuar standardet dhe pastaj të fillojnë dokumentacionin, implementimin e atij dokumentacionit dhe certifikimit. Pra qëllimi i këtij workshopi është të rritet vedia pse duhet bëhen këto standarde, cilat do të jenë benefitet e tyre, por edhe që vetë komuniteti i biznesit të kuptoj se cilat janë masat ose parakushtet që duhet plotësohen para se të certifikohen me standarde evropiane. Hapat pasus pas këtij? Hapat pasus ne shpresojmë shumë që komuniteti i biznesit sot na kontakton që të fillojmë bashkëpunimin në ndarjen e kësaj kosto që edhe vetë kolegu nga programi USAID Agro e potencoi që është jashtëzakonisht e lartë, të ndajmë koston që të certifikohen sa më shumë kompani dhe të kemi sa më produkte sa më cilësore dhe më të sigurta në treg. Po sa mund të jetë kontribues në këtë fushë media? Jashtëzakonisht shumë, sepse ne ju shohim si motor të rritjes vedijes, jo vetëm të përpunuesve, jo vetëm komunitetit biznesit, po edhe të qytetarëve që të blejnë produkte të cilat vetëm janë certifikuar me standarde evropiane. Dhe besoj që ju në të dy anët, edhe nga ana komunitetit biznesit, po edhe nga ana qytetarëve mund të rritni kërkesën për pa produkte sa më cilësore dhe certifikuar me standarde evropiane. E tash flasim në rolin e anëvisës, por edhe konsumatorës. A jeni i sigurt ju në prodhimet vendore? Jashtëzakonisht shumë. Se i kam vizituar të gjitha dhe ato të cilat janë certifikuar, ato janë me standarde njëjtë si t'ishte prej Gjermanisë. Do të thotë mund të bëjmë? Unë marr produkte të cilat ju shoh logon që janë certifikuar qoftë me hasap apo edhe me ISO 22000. Kjo konferencë mbi sigurimin e cilësisë së ushqimit është jashtëzakonisht e rëndësishme për fermerët të cilët dojnë të mirën me prodhimtari cilësore. Dhe kjo prodhimtari cilësore mund të arrihet përpos shumë masave tjera agroteknike, në rol shumë të rëndësishëm luan edhe mbrojtja, sidomos mbrojtja nga produktet mbrojtëse, përdorimi i pesticideve që ka karakter
kimik, por ke edhe përdorimin e pesticideve në mënyrë integrale. Këto dy masa mbrojtëse gjithsesi edhe asë që mundet të mendohet prodhimtaria cilësore pa aplikimin e kësaj mase që është shumë e rëndësishme në prodhimtarinë edhe në pemtari, edhe në vreshtari, edhe në perime. Ona negative, përdorimi apo mos përdorimi, kemi edhe rase që përdoren edhe afati karencë këto sa rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Dëgjoj, nëse përdorimi i preparateve aplikohet si duhet, në konsultim me udhëzimin që ka çdo preparat, edhe në konsultim edhe me ekspertat, nuk ekziston kurrë rreziku që të përdoret preparati jashtë karencës, sepse çdo preparat, sidomos programet të cilët ne i kemi, çdo preparat ka udhëzimin në gjuhën shqipe, edhe çdo preparat e potencon karencën, kështu që fermeri gjithsesi duhet kushtoj rëndësi aplikimit preparateve në bazë të karencës. Kjo këtu që thonë është inkuadruar apo përfshirë në ashtu quajturën bujqësi e integruar. Apo ti përmendje në disa segmente. Shumica preparateve kimike të cilët ne i kemi në disponim, kryesisht janë për aplikim të mbrojtjes integrale, me që të ne ende nuk kemi përvojë në drejtim, mirë po në radhë të parë kisha me thonë për neve në fillim do të shkojmë në aplikimin e pesticideve në mënyrë të duhur, të aplikohen ashtu si duhet, edhe nëse ato ja arrim, atëre edhe rezultatet në cilësi të produkteve do t'ja arrim. A më vonë, pastaj me specializimin e prodhimtarisë cilësore, atëre do të shkojmë edhe në shkallë tjera, sikur që është mbrojtja integrale, edhe prodhimtaria organike që është mjaft me perspektivë edhe në tregun tonë. Dua të përmendi që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si autoritet kombëtar është një rëndësie të veçantë gjithherë në sajt të kontrollit dhe monitorimit të gjitha produkteve ushqimore, qoftë ato të cilat importohen, po qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhuesve vendor. Dhe në këtë drejtim, edhe me kapacitetet profesionale, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, por edhe me kontrollet zyrtare të cilat i realizon në terren, arrin që ta ketë në kontroll dhe të kontrolloj produktet ushqimore të cilat përdoren nga ana e konsumatorëve pa dallim etnie në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Kështu që në këtë drejtim, kontributi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë është i pazaventueshëm, gjithherë duke bërë parasysh edhe këshillat profesionale të cilat ofrohen nga stafi profesional i agjencisë, ku stafi profesional i përgatitur, falën mbështetjes së projekteve të cilat financohen nga ana e Komisionit Evropian, veçanti projekteve të cilat lidhen me fushën e sigurisë së ushqimit për shëndetin e kafshëve në këtë rast, lun rolin e vet kyç që konsumatorët e vendit tonë të jenë të sigurt me produktet ushqimore të cilat kontrollohen nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, institucion i rëndësishëm. E kemi pasur kohë të fundit një, si të themi, një kontaminim medial sa i përket vajt të palmes. Më shumë këtu është lojë brylash, fitohet përshtypja, se sa që është në kontekst të sigurisë së ushqimeve. Të konkurrencës, të monopoleve. Gjithmonë diskutimet të cilat zhvillohen, debatet të cilat realizohen, duhet të kenë një qëllim kryesor. Qëllimi kryesor duhet të jetë ngritja dhe avancimi i prodhimtarisë vendore. Por, debatet e realizuar kohëve të fundit duhet të jenë debate profesionale, duhet të jenë debate të nivelit profesional, debate të nivelit argumentues shkencor dhe duhet vlasin njerëz profesional. Jo njerëz të cilët janë në rolin e automekanikut, apo të profesione tjera të cilët nuk marrin erë nga fusha apo veprimtaria të cilën e realizojnë, dhe në këtë drejtim neve si institucion gjithmonë i kemi orientuar konsumatorët e vendit, i kemi sqaruar, i kemi drejtuar dhe mbi të gjitha, ajo që neve thojmë është informacion zyrtar. E kuptoj luftën e bizneseve që realizohet, por fjala monopol ka vdek. Kur thënë fjala monopol ka vdek, nuk mund të ekzistojë vetëm një. Fermerët e vendit nuk punojnë vetëm për një. Fermerët e vendit në radhë por punojnë për familjarët e tyre. Dhe të ardhrat të cilat i realizojnë nga të gjitha qumshtorët e vendit të cilat e bëjnë grumbullimin dhe përpunimin e atyre produkteve ushqimore të cilat edhe i shesin dhe furnizojnë tregun tonë vendor. Dhe falë punës së palashme të fermerëve të vendit tonë
të cilët punojnë që nga herët orët e hershme të mëngjesit dhe deri në orët e vonë të mbrëmjet, burra dhe gra, fëmijë dhe vajza në fermat e tyre kanë arritur që ta përmirësojnë edhe ta bëjnë konkurrente industrinë ushqimore, ta bëjnë konkurrente industrinë ushqimore me produkte të cilat vijnë nga importi, falë punës tyre të palashme, prodhimeve, rritjeve të kapacitetit prodhuese, po në këtë rast edhe industria ushqimit, në këtë rast industria përpunimit të qumshtit, falë kësaj ka arritur të ngrisa nivelin e konkurrueshmërisë, edhe me produktet të cilat vijnë nga jashtë, mirë po edhe konkurrueshmërisë e brendshme. Kështu që gjithherë e vetë industria ushqimore, në këtë rast edhe përpunues të qumshtit, derisa të kenë konkurrencë me njëri tjetrin, do të zhvillohen, do të avancohen, do të përmirësohen dhe në një ardhmë të shkurtër do të eksportojnë edhe produktet e tyre edhe në këtë rast duke filluar nga vendet e rajonit, mirë po pas disa viteve edhe me larg. Industria përpunuese, industria prodhuese e qumshtit dhe siguria ushqimeve, cilësinë e kujtohet të shoqatës e prodhuesve të qumshtit. Cilësia dhe sektori qumshtit tek ne, vetë fakti i industrisë së qumshtit në Kosovë, që fabrikat të cilat janë të instaluara, të gjitha janë të instaluara pas lufte. Domethënë e kanë një makineri ma bashkohore të cilat janë instaluar që në kanë për lakmi të gjitha shtetet për rreth. Sa i përket, por problemi më i madh është sfida e madhe e sektorit të qumshtit tek ne është shitja e produkteve tona apo shpjegimi te konsumatorët që nëse konsumohet një produkt vendor, ka cilësi dhe kvalitet. Kjo kërkojmë na nga ministritë përkatëse tona që të vëdësojnë këtë popull që të konsumojnë sa më shumë, që parët më shumë produkte të qumshtit, të kthehen parët tek ne, ne t'i shojmë të fermet dhe t'i sjellëm parët në Kosovë, të cilët të gjithë së bashku, si fermerët, si industria, si konsumatorit, të gjithë të ngritemi përpjet. Se në përndryshe, nuk ka asnjë vend në regjion, të cilët mundën për cilësi dhe kvalitet të na kaloj. Po flas për gjithë të shtetet ballkanike s'paku, me që kemi pas delegacionet lloj-llojshme në industrinë e qumshtit edhe nga Bashkia Evropiane. Dhe ata janë të mahnitur me pajisjet dhe që janë në qumshtorët e Kosovës. Sa konsideroni që ka avancuar procesi i prodhimit? Ju përmendët teknologjitë, po sa qumshtorët e Kosovës kanë përfituar standardet bashkore, ISO, HACCP-in dhe standardet tjera që përkujnë me cilësi dhe siguritë. Deri që tash qumshtorët e Kosovës kanë dashur me instalue me mënyrën me objekte, me pajisje, me arrit standardet. Dhe ndoshta jo që kanë hezituar, por nuk e kanë pas mundësinë krahas instalimeve, të pajisjeve dhe të objekteve të standardizohen në cilësinë e kualitetit të duhur. Tani do të fillojnë një numër i konsiderueshëm qumshtorë janë të standardizuara, kanë ISO standarde, janë duke shkuar përpara, por një numër pak më i vëndshëm që kanë marrë grante nga Bashkia Evropiane dhe nga Ministria e Bujqësisë, ato kanë mbet pak më mbrapa, por janë në konsolidim i sipër që thirrin trajner të standardizohen me certifikata ISO, HACCP dhe gjitha të tjera dhe po shpresojmë që shumë shpejt kanë kryq. Cilësinë e drejtorit apo pronarit të një qumshtore në Kosovë ka dalur tash, keni edhe një sekcion tjetër me numër të pak të qumshtorëve që dhe ka dalë një zhurmë e madhe, një hallakam sa i përket vajit të palmës. Sa është rreziku, sa godet konsumatorin mos përdorimi adekuat, mos përfillja e kritereve të përpunimit të vajit. Është pamundur se as vendet e Bashkimit Evropian nuk kanë të ndaluar vajin e palmës. Këtu në shaj revolte të zgjedhjeve që janë bën në shoqat, ish kryetari i vetë quajtur tash po del, se de facto nuk ishte qenë i regjistruar kërkon në Ministrinë e Shërbimeve Publike si kryetari i shoqatës, i kishte manipuluar dhe në shaj revolte pastaj të ra aktiviteti, i bani disa grante ai nga jashtë, nuk u ka dhënë asnjëherë në raport financiar qumshtorëve dhe në shaj revolte të asaj qumshtorët në një ditë një thirrje të jashtëzakonshme të kuvendit u shkarkue ish kryesia dhe kryetari dhe u emërua kryesore. Fera, po si themi kjo hallakam, sa ka goditur industrinë e qumshtit? Shumë e ka goditur industrinë, se ka dhënë në opinion një dezinformat
i cili nuk është i thirrën as ai, as unë, as një njeri që t'jepet një cilësim i tillë që vaji palmës është kancerogen, kjo nuk e di as vetë ku ka dashur. Çka se këtu është një problem të cilin sigurisht dikush e ka mësuar në filozofi. Palma, njerëzit në Kosovë nuk kanë dioni shumë për palmën, nuk dinë çka është palma. Ata mendojnë që ai druni dekorativ që është bregu detit, çaja palma shtrydh dhe bluet, që nuk është e vërtetë, dhe vaj palmës në gjithë bashkësia evropiane e përdor në të gjitha produktet e tyre, në hini marketave, të gjitha marketave në Kosovë. Po e koncesume. Nëse është problem këtu tek ne, është deklarimi, por ne jemi marrë vesh që të gjitha qumshtorët, të cilat e përdorin, të deklarojnë në produktet e tyre. Fshati Morin në thellësi, në brendësi rreth bjeshkëve të apo si tash quhen Alpeve shqiptare, dikur i populluar, dikur numër i madh i banorëve, ndërkaq tash nuk ka shumë banor, por është interesant këtu që një kohë, do të thotë viteve të fundit është ngritur një ekonomi që nuk ka ekzistuar përpara. Diogen, këtu një mrekulli, një natyrë si duket e keni zbukuruar ju këtë natyrë. Kur ngrit kjo pasuri këtu? Po, fakt është që kemi zbukuruar edhe me mundësitë tona familjare, jemi mundu që ta bëjmë hala ma bukur. Kjo fermë është ndërtu në vitin 2014 ka fillu punimet, para 3 viteve, edhe tash bëhen 3 vite që funksionon. Kemi fillu familjarisht me ndërtu edhe që ta bëjmë zhvillimin e fshatit një farforme për arsye Sa kishte dikur banor këtu Morina e sa ka tash? Po përpara në fshatin Morin kanë qenë dikun mbi 30 familje që kanë jetu, kanë vepru, kurse tani për momentin nuk është asnjë familje. Ku janë? Disa prej tyre gjenden në qytet, disa kanë migruar për jashtë edhe në vende të ndryshme. E kjo tokë, kjo pasuri, a është e bashkëshatarëve apo është e juja? E familjes? Për momentin ku ndodhem, është e jona, e familjes, kurse pjesa tjetër ka të bashkëshatarëve. Kemi edhe toka tjera tona që jenë ndane parcella të ndryshme. A paguni ju kompenzimin e tokës së bashkëshatarëve? Po disa prej tyre e paguim, disa prej tyre edhe na kanë jap mundësinë që ta përdorim për mbjellje për nevojat ndryshme tona pa ndonjë kompenzim. Sa keni investuar deri tash në këtë pasuri? Investimet shkojnë të mëdha, duke llogarit që në pjesë e investimit është edhe mundi i familjes, mundi i bashkëpronarit, që jemi 2 bashkëpronar, mundi i gjithëve edhe e kap një vlerë shumë të madhe, të cilën momentalisht s'di si të them, nuk ka çmim për mua ajo punë. Po vetëm investime kapitale janë dikun të rreth 200.000 që e kanë mbrit me kohën, domethënë. Mjetet a janë kredimarrja apo investimet familjare? Mjetet janë kredimarrje, janë investime familjare, janë subvencionet ndryshme që kemi mujt me thith prej tjerëve edhe apo mundeni t'i ktheni kamatat, interesin? Interesi faktikisht është ende nuk është i rregulluar për bujqësinë në mënyrën më perfekte, po fatmirësisht kemi mujt me gjetë një pjesë ku kanë mujt me na ndihmu banka, edhe kemi bërë një marrëveshje
ku për neve, për momentin, ka qenë një formë lehtësuese, për arsye se ka pas grace periudha, ka matat inkon më të vogla, po normalisht që shpresojmë që edhe në të ardhmen të kemi ndihmesa të tjera me kamata më të ulta që ta zhvillojmë sa më tepër. E na shpjegon ekonominë, është fjala për kafshë sake, çka janë, a janë kafshë timta, janë ka, domethënë, kafshë timta, për tyne kafshë timta janë dele, dhi, kingja, edha. Për momentin pjellore, për timtave janë dikun të rreth 289 copa në sasi. Po i shohim atje në Dendin, po i shohim 10, edhe do të shkojmë atje do ta. Po, pa problem. Do ta vazhdojmë bisedën. Pa problem. Ferma është ngrit tash e 3 vite, ndërka që ju a keni përvojë më gjatë se 3 vite. Kem pas edhe pak para se me ja fillu këtu, kem pas përvojë me këtë punë, me këtë zona si punojmë këtu. A përdor literaturë këtu për Me të thënë drejtën pak i kom përdor, po më shumë i kem natyrale, edhe çka kem dhënë prej tjerëve, edhe çka kem mësuar, edhe çka e kem përjetuar vetë, domethënë me përvojën tonë. A kanë dalë gjitha në pranverë? Po dim një okon shumë i vështirë, shumë problem okon, po këtu ka dosh zoti s'ke pas pik problemi, krejt kanë dalë në rregull. Dhe pranvera e mirë, bleta e mirë, pranvera e mirë, shumë mirë ka filluar dhe blet shumë mirë doken, i kena kurue, jena munduar me ilaçe të rregullta me zona, nuk duket keq. Tash janë bërë për kote dyta dhe po munduam ka dole me unë rrugë korniza që janë vjetra që ka nevojë, edhe me fillu me unë kote të dyta se tash ka fillu puna edhe për blet. Kur është radha e Trumzës, është një mjaltë shumë specifike. E di, e kem përvojnë edhe Trumzën se na kena nxjerr vjet këtu Trumzën, ajo është në vjesht, në muaj shtator, në gjysmë kushtit. 4 vite më duket. Varet se ka shumë vite si s'ka vonë, kurse vjet kena marr, ka 5 vite si na s'kena marr Trumzës, vjet kena marr. Edhe varet qysh është prodhim, qysh është boka, domethënë i thon na mali, për Trumzën edhe prodhimin. Vjet është kon mirë, si vjet inshallah do zoti bëhet edhe si vjet. Sa bletën tu? Këtu janë 25 blet. Edhe koshere. Llogariti që dikun ka 50. Kyzmet varet gjithçka varet te koha. Vetëm te koha, te lulet edhe te gjelbrimi si është, edhe te kshtonja masandaj kur të vinë vakt te kshtonjës edhe krejt çto janë pyetje. A je i punësum këtu apo je familjar? Jo, jam familjar, unë jam familjar edhe mirë. Po, familjar, mirë më shtu me ka pak punë. Po për momentin nuk i largojmë edhe fort nga ferma, për arsye se tash jenë në fazën përfundimtare të pjelljes, domethënë, edhe për shkak ndonjë problemi i mbajmë sa më afër për puna me ndërhy edhe për anës tonë që mos të ketë ndonjë të lashë, ndonjë problem, i mbajmë sa më afër. Sa dhi cila racë është? Racë vendi, kryesisht janë, edhe dhi për momentin janë dikun të 187 copa, 188 copa dhi. Këto janë ende pa pjell. Këto janë ende pa pjell, një pjesë të tyre, kurse pjesa tjetër është brenda me edha, shumica prej tyre tash veç kanë pjell. Edhe delet tash e kanë kohën e kanë. Po delet kanë pjell më herët, e kanë kry 90% që tyne e ka kry procesin e pjelljes, domethënë kingjat e rive që kanë dalë, prej muajit dhjetor kanë fillu, janar shkurt, kurse 10 tash kanë fillu, edhe 10 kanë fillu që 2 javë. Presim që brenda edhe 2 javë përfundojnë gjitha. Ato ti marrë qengjat, kecat për shtim të tufës, apo ke ndonjë formë tjetër të përfitimit të shitjes ta zema? Normalisht që pa shitje nuk muim se na nevojitet sasia e mishit edhe kërkesa e klientave që i kemi, po një pjesë të në për shembull femnat që janë të mira dhe që dim që janë rrocë për mumojt, ato i mbajmë. E mbajmë që 2 vite ka që i mbajmë domethënë 20-25 so për shtimin e tufës. Dhe tash do të shkojmë atje, do të shohim. Po. Do të shohim edhe në shtall atje dhe kushtet e mbajtjes, higjienës edhe këtë që duhet të jetë. Higjiena është kusht qendror që të kemi ushqim të shëndosh. Natyrisht edhe te bagtis, por edhe te konsumatori. Faktikisht ashtu është, po është edhe një pjesë tjetër ku këto kafshët emta zakonisht nuk e dojnë vendin që të jetë me lagështi, e dojnë sa ma terën, sa ma i thatë. Ke kujdes natyrisht. Kjo është numër 1, që e manë pjesa kryesore e tëne, do më thonë është lagështia, që nuk guxojnë se për shkak se prej lagështis vinë smundjet ndryshme
Dioxhen, trit, përgjithsisht nuk e dojnë bujqësinë. Përgjithsisht nuk e dojnë bujqësinë sepse është punë me strese, me mundime, me rreziqe, me ballafaqime të ndryshme, herë edhe me zhgënjime. Ndërkaq ju i ri, e doni këtë punë? A jeni zhgënjym apo jeni krenar për punën që ushtani? Unë jam krenar për punën që e bëj, edhe nuk s'ma merr mendje se do të ndihem ndonjëherë i zhgënjyn për faktin se bujqësia është një veprimtari e cila nuk zhgënjen kurrë në jetë. Ai mundet me zhgënjy për një periudhë të shkurtë kohore, po ato periudha kohore si çdo njeri duhet me i kalu dhe me i ballafaqu. Pse se nuk mundet me qenë përgjithmonë zhgënjyse. Pa e jap ndalemi tash numër bukurim madh i deleve, i dhive, keni mundësinë e shitjes, keni tregun, ndërkaq, o ka ndihmu dikush, ju thatë deri tash që keni shfrytzuar kredimarrjen, buxhetin familjar, këto edhe falë edhe kontributo edhe vullnetit që të ndihmojnë edhe bashkëshatarët. Keni arrit që një farforme edhe atyre ti tërhiqni që baset e ta krijojnë dileme që të kthehen, sepse ata numri i tyre kanë shkuar në Gjakovë, dikush ka dalë jashtë. Ndërkaq, au ka ndihmu dikush deri tash këtë. Se i përket grandeve të shtetit, apo ndihmave tjera, siç janë organizata të ndryshme apo shoqata të ndryshme jo qeveritare, na deri me tani s'kemi pas ndonjë ndihmë. Shpresojmë se si vjet do të kemi ndihmë prej shtetit. Shpresojmë që do të kemi... Kemi bërë projekti? Po, kemi bërë projekt edhe kemi dorëzuar projektin. Është hera parë që keni bërë projekt apo edhe më herë keni bërë? Jo, projekti për këtë vit është i treti me radhë që e bojmë. Do të thotë nuk keni pasur më herë. Dy herët e kaluara kemi bërë, por nuk kemi qenë përfitues projektit. Shpresojmë që këtë vit, vitin e tretë... E treta vërteta. Të kemi. Po, shpresojmë. Por çka keni? Kryesisht projektin e vitit të tretë, domethënë kemi lyp që ta bëjmë një hangar për ushqimin e thatë, një deponi të ushqimit të thatë. Normalisht kemi bërë kërkesën edhe për deponinë e plehut, e cila është edhe një ndër kushtet që duhet ta ketë, për shkak se rritet cilësia e çdo ushqimit edhe çdo natyrës kur janë rezervuar e plehut, bëhet shpërndarja e plehut në mënyrë më profesionale. Kemi bërë kërkesën edhe për një pjesë sollares, për shkak se edhe këtu jemi si një zonë malore, edhe na nevojitet sollaria për energji elektrike, diku për rreth 8 kW. Kemi bërë kërkesën edhe për një dhomë qumshtit, për qumshtin e deleve, qumshtin e dhis, edhe kështu janë elementarë të cilat nuk i kemi, shpresojmë që shumë shpejt do të realizohen. Por që kushtojnë. Kushtojnë, faktikisht ajo është një infrastruktura që duhet të investohet. Rrugën, a ka qenë rruga apo keni ndërtuar? Rruga ka qenë, po edhe kemi ndërtuar, domethënë. Rruga është ndërtuar me bashkëshatar, të cilët kanë kontribuar gjithë së bashku me neve, po ka nevojë kopashkoshme për mirëmbajtje. Shpresojmë që edhe kuvendi komunal ta mirëmbajë edhe të na ndihmojnë në mirëmbajtje. Për arsye se këtu kemi rreth 800 frymë që ekzistojnë. Edhe ato 800 frymë duhen për kujdesje, i kanë emergjencat e veta, i kanë kërkesat e veta, edhe na jena këtu për mbikëqyrjen e këtyre frymëve. A është gjithçka bio apo vetëm është apo ka diçka që këtu nuk përkon me bio? Këtu është gjithçka bio, për faktin se shpërndarja e plehit në livadhe bëhet shpërndarja e plehit organik. Edhe këto livadhe, domethënë i kollosim na. Edhe këto livadhe i marrim, i punojmë na. Koncentrate nuk përdorim, e përdorim ballgurin, e përdorim drithin, e përdorim sillazhin, edhe ushqimin e thatë, edhe kollos. A duhet t'i bleni apo keni këtu nga kollosa tu? Jo, këtu kemi kollos, kemi sot koncentratin vetëm ballgur. Nuk përdorim koncentrat, ballgur përdorim. Domethënë misër i shtypur që është. E përdorim edhe drithin për këto të mëdha, ballgurin kryesisht e përdorim për edha, për kinxhat e vëgjël, kurse drithin për këto më të mëdha, sillazhin e përdorim për lop, për dhan, për dhi,
ko paskoshme. A konsultoni mjekun, a vjen veterinarin? Po, normalisht, e kemi mjekun e zonës, e kemi veterinarin e zonës, vjen i kontrollon, kur tash një pjesë kingjave është bo dhe matrikulimi tëne, pjesa edhave, tash edhe pak sa të kryhen, vinë e bojnë vakcinimin, edhe pjesën tjetër matrikulimit edhe procedurat si shkojnë. E gërësirat a kanë mësuar vendndodhjen, vendngjarjen e fermës? Fatmirësisht, probleme me agresim kemi pas shumë pak, ka ndodhë vetëm 2 herë, njëherë ka ndodhë në Kullos sa kanë qenë, edhe njëherë ka ndodhë këtu ofër, e kemi pas gjatë sezonës verës, i qesim jashtë në turisht, për shkak se ori ma i pastër, i lojmë, ka ndodhë me sulmu, po fatmirësisht jenë 2 raste shumë të ralla, do më thonë për neve janë të ralla, në krahasim si që ka ndodhë në për vendet tjera që kanë qenë më të ralla, për neve kemi ka përcy ma mirë. Ky mishi është ka forma jonë, po një pikë të shite se kemi në Gjakov, pra për ditë vje furnizimi, therin e bojme në thërtoren në Gjakov, se atje alo se kemi bo thërtoren, dhe sot shalën e Zoti e bojme dhe thërtoren tonë. Çka dallon këtë mishtoren nga mishtore tjera të Gjakovës? Do dallon se është mish i formacion, mish bio, mish i shëndosh. Mish i shëndosh. Nuk ka mish i ardhen, shihet mishi në gjyra e mishit shihet që është mish i jonë. A kanë kuptu konsumatorët? Po, e kanë kuptu edhe ja ka nisë edhe begi mirë është ka shtohet prodhimi, edhe shitja u shtu. Ka mish lope, ka mish... Jo, mish lopës nuk prejmë, mish të vichit prejmë, mish mzatit, po mish qingjit, mish dhis, mish edhave, çdo lloj të mishit e kemi. Ka edhe procesime po shihet, të mish tjerë në sugjuke. Sugjuki është me mish tonin, na bojmë vetë, sugjukin e qojmë në fermë atje tjerë, furat i kemi në fermë, pra i bojmë pleskavica, qyfte, qebapa. A kushtojnë, çmimi është më i lartë që sa ato tjerat apo? Çmimi është të na është kilja mishit kushton 6 euro. Për ndryshi për bifteki, ramsteki shitet të ndryshi, që kjo është ramsteki që më ka heki. Këtu është në të therin për pasull, a për gjellë që i bojnë, vinë njerës lypin kanë qefë me lyp një shterën për gjellë. Janë investuar falë donatorëve të ndryshëm në Kosovën e pas luftës është fjala shumë mjetë, miliona për fermat e reja, fermat komerciale me raca gjedhësh, qoftë nga Zvica, qoftë nga Gjermania, qoftë nga Franca. Dhe ka që këtu po shojmë është busha autoktone. Pse? A nuk keni pasur mundësia, për çka është busha këtu? Jo. Që është paksu, ki numër shumë në Kosovë. Fakt është, numri i lopëve autoktone është shumë i vogël, edhe na e kemi zgjedhë vetë programin për shkak që t'i përshtatëm ambientit, për shkak që t'a rujmë racën tonë, traditën tonë, edhe pse jo të nxjerrim prodhim edhe rritjen e viçave prej tyne, se jenë lopë cilat me shpenzime janë shumë më të ulta, kurse prodhimin e bojnë të mirë nëse i bëhet normalisht edhe. Kanë më pak qumsht. Kanë më pak qumsht. Mishi është më cilësor. Mishi është shumë më cilësor, qumshtin e kanë më pak, po edhe atë qumsht sa e kanë, na e lojnë për viçat vëgjël që i kanë. Njëjta vlen edhe për krerët e dhive që keni janë tracës hasit. Po, ashtu. Është autoktone, por keni edhe bardhokën e vjetër. Ashtu, e kemi edhe bardhokën e vjetër i lirë prej deleve, edhe jemi mundu që në 3 sektorët që jemi të përcaktuar, sikur të dhit, sikur të delet, sikur të lop, të jenë racë autoktone e vendit. E tash folëm që tash është komercializu blegtoria, ndërka që ju nuk shkonin në këtë formën klasike komerciale, përfitimit me çdo kusht. Jeni, që të themi, në këtë formë dhe blegtor ekstenziv. Por, a me doni që duhet Kosova të ruaj racat, sikur në rastin e juaj, që të ketë rezervatet të rujtje se mënyrë që mos të kemi shfarosje apo të humbjes së identitetit qoftë edhe nga kafshët të jetesës në këto troje. Në shumë vendet botës,
ka fondet ndryshme që shteti, secili shtet mundohet ta runë racën e vet autoktone siç e kanë, po na nuk kemi shku në pjesën komerciale, domethënë përfitimit sa më të lartë, se edhe na e dim se çfarë është, domethënë si ta rrisim prodhimin, po jemi mundu gjithmonë nga kjo autoktonia që ta bëjmë edhe rritjen e kafshëve, edhe rritjen e racës, edhe përfitimi i tyne nuk është i keq, është shumë i mirë. Dhe mendoni që Kosova duhet ta ketë programin nacional të ruajtjes së racave autoktone? Po sigurisht çdo shtet tjetër. Po, si çdo shtet tjetër që mundohet ta runë racën e vet, edhe pse jo Kosova mos ta ketë që ta runë racën e vet. Sepse kemi racën. Nuk është që s'kemi pas kur. Kemi pas edhe ta ruajmë pse jo edhe në vite të tjera në vazhdimsi. Po thuaj se ka mbetur specie. Kemi raste. Fakti është sikur bushat numërohen. Fakti është si boallica po ashtu. Janë në zhdukje e sipër, po varet Zoti që të bëhet një program i mirë që ti stimulojnë fermerat në mënyra të ndryshme që ta bëjnë rritjen pse jo edhe të racës tonë, qoftë për dele, qoftë për dhi, qoftë për lop. Është racë autoktone edhe duhet mbrojt edhe duhet zhvillu. Si e shihni biofarmen pas një viti, pas 2 viteve, a keni vizion, a keni plana, a keni programe në drejtim? Programe, vizionet janë të mëdha përderisa kemi pas një program që të vijmë këtu edhe ta bëjmë gjithë këtë sakrificë, këtë mundim për zhvillim të zonës. Shpresoj që edhe në të ardhmen do ta gjejmë që zgjarohen më tepër, na përkrajnë më tepër, edhe pse jo edhe punësimet, normalisht se Konsili vjen pas zgjerimit. Se për momentin këtu janë 4 vet aktiv që rrinë. Momentin që bioferma do të zhvillohet më tepër me investime, atëherë normalisht që edhe numri punëtorëve do të rritet. Punëtorë duhet të jenë kryesisht zonës përreth, që është edhe një mundësi e mirë për personat që janë këtu afër, që jetojnë apo banojnë, fshatrave përreth, që t'ju jepet një mundësi edhe atyne për punësim më afër. Kosova është një ndër shtetet më të populluara në Evropë. Kemi dikun 200 banorë në 1 kilometër katror. Keni informacione ju, a ka dhe visi tjera që mund të shfrytëzohen kështu në këtë kontekst, në këtë fushë që kur rasti juaj? Po faktikisht Kosova njihet për dënësi popullsisë, po Kosova ka edhe pjesë tjera, sikur kjo zonë këtu që është, duke fillu, domethënë prej këtuit e deri në Bjesht Deçanit, ose prej këtuit e deri në Bjesht Dragashit, kjo është një zonë e tillë që mundet me bëhet çdo njeri, kush mundet me pas mundësinë. Po pse jo edhe ti ofrohet një subvencion apo një grant ose një projekt edhe familjarëve të tjerë që jetojnë nëpër zona të tilla, që edhe ata ta zhvillojnë njëjtë këtë biznes, për arsye se në qytet këto nuk munden me ekzistu. Ajo është shumë reale. Po edhe zonat e thella duhet me jetu, duhet me punu, me vepru me atë mundësi edhe me atë përparësi natyrore që e kanë. Pasuri natyrore. Kjo për mua është një pasuri natyrore cilën duhet ta shfrytëzojmë për të mirë. Të nderuar shikues, emisionin e tërësi ja kushtuam sigurisë së ushqimeve. Shembulli i Diogen Brahimajt nga Morina në thellësi rreth bjeshkëve apo Alpeve shqiptare është shembull që mëson si duhet shfrytëzohen racionalisht tokat e Kosovës, pyjet e Kosovës, do të thotë kur është vullneti, kur është sinqeriteti, dëshira për të punuar, nuk ka tokë të keqe, nuk ka, vetëm ajo duhet të shfrytëzohet. Kosova nuk është tokë jo pjellore. Mirë pafshim në emisionet tona të radhës.